Po këta në kuën ka pak, na ka pak, që po ka lënë mirë. Unë për veti kam qenë edhe në diasport e motrat, I kom atje pas motra jashtë, e kom vllaun, veç pak ma ndryshe mirë, ajo mikpritja ish me mirë se të na që tash Kosovë. Të na që tash të këtu në Kosovë ka hup pak respekti. Kështu kur dalëm të qytet zakonisht, tas na lëm me pagu, heq. E kështu që pak mja bo stop I thirit e shpia në katon. Vazhdojnë që shtu që sheshin të ledh me zveti, edhe qëtu të na në Kosovë me kam pak ma të ledh me zveti, edhe mus me pas gjelozi shumë. Se shumë kam bri gjelozia në Kosovë. Jetoj veç më ka nërë motrat një pat pushim edhe I na dalë pak në qytet. Ka qëta diaspori kisha, a I ty për të mirë të kalza? Po mënive po na mërmenja që I mirë, tash këty nëse di sa ju pilqen. Për duhet këta si ta në kohën gjithë, të përna për të mirë. Po këta në kuën ka pak, na ka pak, që po ka lënë mirë. Po. A e marrin në respektin diaspora, që shë meritojnë të regonë? Mirë shumë, unë për veti kam qenë edhe në diasport e motrat, I kom atje pas motra jashtë, e kom vllaun, veç pak ma ndryshe mirë, ajo mikpritja ish me mirë se të na që tash Kosovë. Që ka ish ma ndryshë të regona pak ma gjithë? Ish respekti si para do vjetë, që jo konë të na. Të na që tash të këtu në Kosovë ka hup pak respekti. Gjdo një në menën ma të madhe se tjetëre. Qa jo është pyetja. E atje kishin ato mentalitetin që shina kom për para atëre. E kina respektu musafirin, e kina respektu. Tash që të na në Kosovë nuk është bashkë fort, si për para që kom. Se ka dyshe që këta respekti, që këto partë të dhekta që këna për njëniti, që këna doshtë? Ka ndryshu se për para shambull ka punu një, e konë respekti, o bo bukan shpe, e ke prit musafirin, kena hongër gjithë bashkë. Tash të gjithë si cili ku leta në veti, mu po m'pilqen që atje, ati, që atje, edhe kështu o hup respekti, o hup krejt. A ishtë që jeta reale që shpë jetushin ata, masi që ki qenë me vizitu atje? Po, kam qenë të motra në Suedi, të motra në Zvicër, kom nejtë ka një muj, mirish, po, do me thonë, për me dikon, edhe të hujt jeta pak me heftat, a mund me zveti ishin ma të ledh, shqiptar qa janë, ishin shumë të ledh. Se o koni fest atje në Zvicër, e pa të ndjem të motrë se ka në klubin e futbolit, FC Kosova, edhe I na shku në atë nejen, a di që shkur këtu në herë me ka në Kosovë, që ashto, që I na kënoq, e kom shiju, shumë mirë. Respekti ish maj malë. Po jetë me jetu, shtë po jetë, a ish? Po tash të jetë që tash të shambullën e me shku me jetu atje, është pak ma shtirë. Se këta e në shku ma të ri, e në shku të vajgjel, e në mësu me atjetën. E tash të shambull mosha jame nuk mund e tash ta mu adaptu, se din gjuhën, se din punën, qa punohet, se din qa to probleme. Andekon që Shqipërit, zakonisht dhe me thënë, ta diasporës që vinë pas këshëm, e pa më të Unë na jena 7 motra dhe vlazni. 6 motra I kom jashtë diasporë. E kom shpinu në katun në kolegj, I kom thirë para 2 vite, karejt atje kena net në katun, I na knaq. I thirë edhe të shpia në Prishtinë, kështu kur dalëm të qytet zakonisht, tas na lëm me pagu, heq. E kështu që pak mja o bo stop I thirë të shpia në katun. E beske që ti kënë e dobi? Po ja kom gjithë pikën e dobi. Vesh mirë kina kalu, shqyrë në mes veti si familje kalujna shumë mirë. Tash që për tjetër kanë s'po di që ka me thonë. Po pëlqen një intervjizë si asë njerë më parë, shumë interesante nga të regova ato që ki përjetu me një vend. Po, qashtu, po. Unë pëtu me përmbyll bisedën me një mesazh për gjithë ata njërë sidomos që kemi në diasporë dhe që dhe më thënë mentojnë që është jeta ma ndryshë atje edhe këtë respektin që se kemi pas një jetë, që tha që I kështë thonë. Po tash si s'po dhja që me thonë I kësha falenderua ata që janë atje, vazhdojnë që shtu që sheshin të ledh me zveti, edhe qëtu të na në Kosovë me kam pak ma të ledh me zveti, edhe mus me pas gjelozi shumë. Se shumë kam bri gjelozia në Kosovë. Pse kjo bane, ajo bane, unë ma kështu edhe pelon nuk po foli, nuk po lidhen shumë me zveti, s'po thirën. Ose për I natin e një tjetër të I bojnë qaja shkurt, qaja qashtu I bjenë. Falimderit, ju përshëndes. Shumë falimderit, urojt kaloni mirë me diasporën që I Falimderit shumë edhe nga jo, falimderit.